Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha priti në një takim në bashki ambasadorin e Republikës së Çekisë në Shqipëri, Pavel Vacek, si dhe guvernatorin e rajonit të Parbudicës dhe ekipet e tyre. Sipas kryebashkiaku Dredha, ishte një tjetër derë miqësore që japet Vlorës për shkëmbim përvojash në të gjitha nivelet. Zhvillimi i shpejtë i qytetit e ka bërë të domosdoshme zgjerimin e bashkëpunimit për të përmirësuar në çdo deg investimi që mundëson Vlora. Kryetari i Bashkisë Ermal Dredha tha se është gjithmonë mirënjohës për vëmendjen e gjithë secilit që ka ndaj Vlorës. Temat e diskutuara me ambasadorin e Çekisë në Shqipëri dhe kryetarin e Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, por edhe stafet përkatëse, kanë qenë të ndryshme, të cilat ishin të fokusuara kryesisht tek turizmi, si dhe sjellje sa më shumë turistëve çek në vendin tonë dhe në qytetin e Vlorës, resurse turistike, por edhe zhvillimet ekonomike. Po ashtu, palët diskutuan edhe për mundësi të reja investimi dhe mbështetje në projekte të ndryshme për Vlorën në drejtim të zhvillimit infrastrukturor dhe turistik.